Federata Shqiptare e Mundjes ka vendosur që finalet e kampionatit kombëtar për kategorinë e moshave 15 dhe 17 vjeç të zhvillohen në Shkodër në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, një aktivitet kombëtar për sportin e mundjes që kishte kohë që nuk zhvilloi në kryeqendrën e Veriut. Vllaznia e drejtuar nga Altin Anza po jep dorën e fundit përgatitjeve duke pritur me emocion ndeshjet zyrtare, të cilat nisin të shtunën për të përfunduar të dielën me finalen e madhe. Për trajnerin Anza, përqendrimi kryesor është fokusuar në kategorinë U15, ku synohet titulli kampion, si dhe medaljet individuale me Amer Faslin, Amer Brahimin dhe Enes Anzën. Po e presim me një emocion të madh këtë kampionat, i cili zhvillohet për grup moshat U15 dhe U17, ku ne si ekipi vllaznis jena të fokusuar më shumë tek grup mosha U15, sepse aty kena sportista më shumë, ndërsa do të kena një 2-3 sportista tek grup mosha U17. Për sa i përket grup moshës U15, menohet pashi se ekipi përbohet prej sportistave fillistar, por menohet që ti kena pothuajse të gjitha peshat. Ekipi Mundjes Vllaznia vijon të stërvitet në kushte të vështira në një dhomë të Pallatit të Sportit të adaptuar në palestër. Ende pushteti vendor nuk ka ndërhyrë për t'u dhënë kushte dinjitoze dhe trajtim ashtu siç duhet sportistëve në këtë fushë. Megjithatë, trajneri Anza i fton tifozët t'i mbështesin në fundjavë duke premtuar fitim të trofeve. Ne gjatë verës jena stërvit në ambientet e medreses vajzave. Ne ecim me shpresa, por stërvitjet do të vazhdojnë. Na është premtuar që të bëhet edhe palestra këtu, por asnjë lloj vizit nuk kena deri më sot. Ftojmë edhe tifozat, gjithë publikun i Shkodrës që të vinë edhe të shohin mundje, pra edhe një herë nuk është qëllimi jon këtu, qëllimi jon për me dalë ndoshta Vllaznia se s'ban vend parë si ekip. Shpresojmë shumë që do të kena domethënë kampiona. Por ideja është që t'i sjellim publiku të Shkodrës mas shumë viteve, ndoshta ka 4-5 vite që nuk është zhvilluar në aktivitet mundje këtu në Shkodër.